Procedura hap pas hapi për instalimin e aparatit marrës satelitor HDS2P. Pasi keni blerë në dyqanet Tring aparatin marrës, ndiqni procedurët për të instaluar. Nxjerrim nga kutia pajisjet. Manuali i përdorimit. Aparati. Telekomanda dhe baterit. Fisha HDMI. Ushqyesi i aparatit. Karta Smart Blue. Lidhja e aparatit. Lidhjet bëhen në anën e pasme të aparatit dhe hapi i parë që duhet bëjmë është lidhja me fishën HDMI. Më pas vendosim fishën e ushqyesit dhe në fund bëjmë lidhjen e antenës satelitore. Aparati ndizet. Prisni deri në shfaqjen e logos në ekran. Tabela e parë që shfaqet është përzgjedhja e gjuhës së menus. Pasi shtypim OK, do të na shfaqet një tabelë e dytë, në të cilat keni të dhënat e aparatit. Pasi shtypim përsëri OK, do të shfaqet tabela e tretë LNB, në të cilën, me anë të shigjetave të telekomandës, do të zgjedhim DISECQ dhe shtypim përsëri OK. Kur shfaqet tabela e katërt, shtypim sërish OK dhe fillon kërkimi i kanaleve Tring. Instalimi i kanaleve evropiane në satelitin Hotbird. Shtypim nga telekomanda menu, më pas organizimi, instalimi, kërkimi i kanaleve. Pas kësaj procedure, do t'ju shfaqet një tabelë, në të cilën butonin po, duhet ta kthejmë në jo, në mënyrë që të mos instalojmë kanale që nuk kemi akses t'i shohim. Me shigjetën sipër në telekomandë, shkojmë sërish te kreshti ku shkruhet Hotbird dhe shtypim butonin jeshil në telekomandë. Kështu fillon kërkimi i kanaleve satelitore. Shikim të këndshëm.